3265 biznese të reja më tepër kanë nisur aktivitetin gjatë vitit të kaluar në Shqipëri. Qendra Kombëtare e Biznesit ka publikuar shifra të cilat konfirmojnë një rritje të ndjeshme të subjekteve që operojnë në vendin tonë. Shtimi i bizneseve që ushtrojnë aktivitetin rezulton edhe më i fortë nëse e krahasojmë me vitin 2023. Sipas të dhënave të QKB-s, regjistrimet e bizneseve të reja për vitin 2025 rezultuan 20765 subjekte nga 17500 në vitin 2024. Një element i rëndësishëm për gjatë vitit 2025 është edhe përfshirja e grave në sipërmarrje, ku 6596 subjekte rezultojnë të drejtuara nga femra. Për sa i përket sektorëve, të dhënat konfirmojnë se sektori i shërbimeve dhe i tregtisë e lidhur kjo direkt me turizmin vijojnë që të mbajnë peshën kryesore. Në bazë të aktiviteteve ekonomike, numri më i lartë i regjistrimeve i përket tregtisë me shumicë dhe pakicë, përfshirë riparimin e automjeteve me mbi 5000 të tilla, ndjekur nga akomodimi dhe shërbimi ushqimor me rreth 3000, ndërtimi, aktivitetet profesionale e më pas informacioni dhe komunikacioni. Kryeqyteti vijon të mbajë numrin më të lartë të bizneseve me mbi 11000 të tilla, ndjekur nga Durrësi, Vlora e Fieri, ndërsa regjistrime të konsiderueshme janë shënuar edhe në Lezhë, Korçë, Berat, Dibër e Kukës. Në fushën e lejeve dhe të licencave gjatë vitit 2025, Qendra Kombëtare e Bizneseve ka lëshuar 2000 licenca të reja, kryesisht për shërbime mjekësore dhe stomatologjike, prodhime tregti.